cilat simptoma ne nuk duhet që t'i injorojmë, por që mund ta parandalojmë një infarkt? Infarkti paraqitet më së shpeshti me simptomat tipike që është dhimbje shtrënguese e gjoksit. Por jo Kur gjithmonë. themi dhimbje shtrënguese e gjoksit, pjesën e mesit apo në anën e zemrës? Dhimbja tipike e gjoksit është një dhimbje që zakonisht është në mesin e gjoksit. Ajo mund të përhapet edhe në krahun e majt, në nofullën e poshtme, në shuplakën e majt, apo në shpinë, në shpatulla. Është dhimbje karakterit shtrëngues që përkeçësohet në aktivitet fizik dhe lehtësohet nëse pushojmë. Qëndrojmë, Nëse pushojmë, po, apo mund të ndodhe në qetësi, në rastet e smundjeve më të avancuara të arterieve koronare. Këto janë disa nga simptomat tipike që shfaq infarkti miokardit, po jo gjithmonë infarkti miokardit paraqitet me simptom tipike të dhimbjes së gjoksit, sidomos te femrat edhe te personat me diabet. Ata i kanë më shumë prirje që të kenë edhe shfaqje jo tipike të infarktit të miokardit, të cilat janë një lodhje ekstreme e theksuar, mund të paraqitet si djersë të ftohta, si vështirësi frymëmarrje, marramendje, thjesht një ndjesi që diçka nuk shkon. Edhe këshilla do të ishte që nëse këto simptoma të reja, qoftë lodhje shumë e theksuar, vështirësi frymëmarrje apo djersitje që nuk ka një shpjegim nga po vjen, duhet të paraqiten te mjeku.